bisedohet edhe arrihet një pëlqim për rikthim apo jo. Me ngre një paralele edhe me rastin e zotit Limaj, nuk e di nëse ka pas më herët ndonjë komunikim apo jo, po ashtu edhe në rastin e degës së LDK-s në poduje me zotin Veliu, nëse kam pas komunikim apo jo. Mirë po, zoti Veliu deklaroi që nuk ka pas ndonjë komunikim me degë, dhe mandej tentim bashkimi sipas asaj është bo me një ftesë publike. Kishte edhe shumë reagime nga anëtarë të tjerë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët e përshëndetën ftesën për kthim të zotit Veliu në listën e deputetëve, mirë po pam reagimin e tij, që do të thotë ai nuk ishte i kënaqur me mënyrën e trajtimit deri tani. Tani si do të rrjedhë ajo situatë, sepse sot është afati i fundit për dorëzim dhe a do të hyjë apo jo në moment të fundit mbetet të shihet. Mirë po, mendoj që të gjitha këto janë procese strategjike, të gjitha këto janë procese të cilat kërkojnë bashkëbisedim, diskutim, sidomos kur ke të bësh me figura të konsoliduara, të cilat kanë punu më herët ose kanë qenë ministër apo kryetar komune apo deputet apo diçka të tillë. Dhe me një ego të tillë ti duhet të negociosh, duhet të diskutosh më herët, ti tregosh vendin çfarë pozicioni do të ketë e kështu me radhë. Dhe tha dhe ambasadori, do thotë gjitha këto mund të shkaktojnë përçarje dhe mbetet të leadershipi i partisë me bo që ajo që quhet cost benefit analiza. A e vlen barra Qiran me bo një prurje apo një rikthim apo jo? A do sjell prurja më shumë benefite apo më shumë disavantazhe apo tensione brenda partisë dhe në konsekuencë edhe më shumë humbje në vota, sepse tek e fundit gjithçka përkthehet te vota, sepse të gjitha tentimet e partive në këtë periudhë janë për të shtrirë sa më shumë elektoratin dhe për të sjellë sa më shumë mbështetje dhe vota në zgjedhjet e 7 qershorit.